Në Hag po zhvillohen seancat përfundimtare të gjykatës speciale ndaj ish-presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi, ish kryeparlamentarëve Kadri Veseli dhe Jakub Krasniqi dhe ish deputetit Recep Selimi. Të katërt kanë mohuar akuzat për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, por prokurorët kanë përqendruar fjalimet e tyre në rolin e tyre kyç në ushtrinë çlirimtare të Kosovës gjatë konfliktit të viteve 1998-1999. Prokurorja Claire Lawson dhe prokurori Ellen Tiger pretenduan se të akuzuarit kishin përdorur strukturat e UÇK-s për të shënjestruar civil dhe kundërshtar, duke përfshirë shqiptar dhe serb, të cilët perceptoheshin si bashkëpunëtor të Serbisë ose kundërshtar të brendshëm. Sipas prokurorisë, veprimet e tyre përfshinin ndalime, tortura dhe vrasje në kampe të ndryshme, si dhe përdorimin e gjykatave të përkohshme ushtarake si instrument të kontrollit mbi kundërshtarët. Lawson shtoi se mbas marrëveshjes së Kumanovës në qershor të vitit 1999, UÇK-ja tentoi të konsolidoj pushtetin në teren dhe të krijonte autoritete de facto, ndërsa disa persona të ndaluar u vranë ose u detyruan të aratiseshin. Prokuroria pretendoi se Recep Selimi kishte rol të veçantë në teren, duke shërbyer si lidhje drejt për drejt me liderin historik të UÇK-s, Adem Jashari, dhe se Thaçi dhe Veseli kishin përgjegjësi për koordinimin e furnizimeve me armë dhe udhëheqjen strategjike të operacioneve. Në total, prokuroria ka kërkuar 45 vite burg për secilin nga të akuzuarit, duke theksuar se krimet e pretenduara kishin shkaktuar dhimbje të thella dhe humbje të mëdha për viktimat dhe familjet e tyre. Nga ana tjetër, mbrojtja ka argumentuar se Thaçi dhe krerët e tjerë nuk kishin kompetenca për vendime ushtarake dhe se UÇK-ja nuk kishte zinxhir komandues të qartë, duke mbrojtur figurën e tyre si pjesëtar të një lufte për liri. Dëshmitar të mbrojtjes, përfshirë diplomat dhe general amerikan, kanë deklaruar se nuk ka prova që të akuzuarit të kenë dhënë urdhra për aktivitete të palishme dhe se UÇK-ja nuk funksiononte si një organizatë terroriste. Ky gjyq vlerësohet si një nga më të ndjekurit për pasojat e konfliktit në Kosovë, duke nxjerrë në pa sfidat e drejtësisë ndërkombëtare dhe nevojën për llogaridhënie për krimet e pretenduara gjatë luftës.